Në një qytet të qetë, ku catit mbyteshin në drethk dhe koha rrithte ngadalë si mjalt ka një lugj argjendi, jetonte një arkiviste e re e quajtur Elara. Ditët e saj kalonin mes pergamene së brisht dhe bojë së zbehur. Ajo shëronte libra të vjetër, bashkonte me kujdes faqet e grizura, i kthente shkëlqimin arit të zbehur në kurize. Për Elarën, era e pluhurit shekullor dhe lidhjeve të thata prej lëkure ishte më e ëmbël se çdo parfum, sepse në të fshihej premtimi i historive ende të pathna. Një mëngjes, mes postës së zakonshme, ajo zbuloi një zarf të trash në ngjyrë fildishi, të vulosur me një vulë të rënd tyli me gjurmën e një trëndafili. Letra e ftonte atë në kështjellën e lashtë Rosenwald, për të rregulluar një bibliotekë të madhe e cila nuk ishte prekur për qindra vjet. Zemra e Larës ngriu nga padurimi. Ajo pranoi pa u menduar asnjë qast. Karroca lëkundej në rrugën e prishur dhe zhurma e rregullt e rrotave në përpelgje e vinte në gjumë Elarën si një ninul. Shiu i vjeshtës fshikullonte catin e karrocës, kur nga musku doli ngadalë masa e madhe e kështjellës Rosenwald. Një mal i errët guri, i mbuluar me drethk, me kulla që humbisnin në rrete ulta. Dera e rënd prej dushku u hap dhe Elara hyri brenda. Kontrasti ishte i menjëhershëm dhe i bekuar. I ftohti mbeti pas pragut dhe atë e mbështoli një ngrohtësi e thellë prej kadifeje, që vinte erë dyl bletësh dhe dru pishe. Në ohaxhet e mëdhenj kërciste zjarri, duke hedhur reflektime të kuqëremta në muret e gurit. Korridore të panumërta humbisnin në një gjysmë-errësirë të butë. Nga muret shikonin në rrept portretet e ishpronarëve, ndërsa në nisha vexulonin zbeth armaturat e vjetra të kalorësve. Kështjella nuk e tremte. Ajo e mbështilte si një gjigant i madh i përgjumur që e fsheh me kujdes mysafiren nga moti i keq në pëllëmbët e tij të ngrohta prej guri. Elara buzëqeshi dhe pshërtiu leth. Këtu ishte mirë. Nga thelësia e hollit, gjysmë të errët i doli përpara një i ri. Hugo, ruajtësi i kështjellës dhe i të gjithë mekanizmave të saj të orëve, lëviste aq pa zhurmë, sikur kishte frikë të tremte ëndrat shekullore që dremisnin në shizhadet e Rosenwaldit. Në rripin e tij vare një tufë e rëndë që lësash bronzi, ndërsa në xhepin e gjoksit shkëlqente një kaçavid e holl ore. Ai u ndal pak hapa larg dhe e përshëndeti Elarën me një përkulje pak të modës së vjetër, plot respekt. Zëri i tij ishte i qetë dhe i matur, si lëvizja e një lavjerësi në heshtjen e natës. Asnjë fjalë e tepërt, asnjë gjest i nxituar. Dukej sikur ai kishte mbirë nga vetë këto mure, sikur guri dhe koha e kishin lëmuar ato një lojë si shkallët e hyrjes kryesore. Hugo e çoi nëpër korridor drejt dhomës së caktuar, dhe Elara e kapi veten në një ndjenjë të çuditshme. Ajo i besonte atij, sikur ta njihte prej shumë kohësh. E mbetur vetëm, Elara fiku lambën dhe dëgjoi. Kështjella nuk heshte. Ajo jetonte. Diçka kërciste nëpër tavane. Diçka pshërtinte pas muraturës së gurit, ndërsa shiu jashtë rrihte një ritëm të ngjashëm me rrahjet e zemrës së një giganti në gjumë. Rrymat e ajrit që ndeshin nëpër korridore nuk sillnin thjesht të ftohtë. Në frymëmarrjen e tyre dëgjohej një pëshpëritje e qetë, pothuajse e kuptimshme, sikur muret e lashta i tregonin njëri tjetrit gojdhëna të harruara.
ndërsa hijet e qirinjve që po fikeshin në shandan kërqenin vetë, duke u formuar herë në siluetën e një dreri, e herë në konturet e një kalime krah nga legjendat e vjetra. Elara e tërhoqi batanien deri në mjekër dhe buzëqeshi. Çdo cep i këtij vendi ruante një sekret, i cili dëshironte dëshpërimisht të zbulohej. Duke rënë në gjumë në tendën e rënd, ajo e ndjente se si kështjella merrte frymë bashkë me të, duke ruajtur me kujdes në mushkëritë e saj prej guri, ëndrat e epokave të shkuara prej kohësh. Dielli i mëngjesit, duke qarë muzgun shekullor të korridoreve, e kthente çdo grinc pluhuri në një zan të vogël të artë. Rosenvaldi në dritën e ditës doli krejt ndryshe. Jo një gjigant i përgjumur, por një plak mikpritës, pak i shpërqendruar, që kishte hapur dyert e qilarëve të tij. Hugo e çonte Elarën nga salla në salë dhe përmasat zbuloheshin gradualisht, si një pergament që hapet. Radhë të pafundme do lapësh dushku, arka të mbëllura hekuri me foliante, pirgje rrotullash pergamene të lidhura me shirita të kallbur. Pluhuri ishte i shtrirë mbi gjithçka, si një myshk i argjend. Elara u ndal, shtypi pëllëmbën në një kuriz të krisur dhe qeshi lehth nga lumturia. Për të, ky pluhur shekullor ishte pjalm i artë. Hugo, zakonisht i kursyer në fjalë, vuri re sytë e saj që shkëlqenin dhe u zbut pak. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, ai foli me dëshirë, duke treguar se si ishte ndërtuar kështjella dhe kush i kishte mbledhur këta libra. Ata u kthyen në holin kryesor dhe Elara ngriti syt. Shkala kryesore, një fluturim i gjerë mermeri të bardhë si bora me parmak të zbukuruar me trëndafila guri, ngrihej lart me një hije krenare, mbretërore. Kat pas kati, duke kaluar katin e dytë, më lart, akoma më lart dhe papritur, ndërpritej. Nuk mbështetej në mur, nuk përfundonte me një shesh pushim. Thjesht ndalej me një prerje të lmuar, të patmet, sikur të ishte prerë nga një shpatë e padukshme. Shkala e fundit hidhte hapin drejte në zbrastinë e një pusi të madh ajror. Elara puliti syt, duke pritur që vegjimi të shpërndahej. Nuk u shpënda. Ajo shikoi përreth. Ele dy shkallë të tjera që çonin në kullën e veriut, ndërpriteshin po ashtu në asgjë. Asnjë rënoj, asnjë shenjë shkatërimi. Guri në prerjet ishte ilmuar aq shumë, sikur arkitektit i kishte menduar që në fillim këto rrugë të pamundura nga askundi në askund. Elara u kthye ngadalë nga Hugo. Ai qëndronte i qetë, sikur ishte mësuar prej kohësh me faktin që në Rosenwald shkallët çojnë në qiell. Hugo e duroi vështrimin e saj të habitur dhe pshertiu lehth, sikur të vendoste të hapte pak një derë që do të preferonte ta linte të mbyllur. Kjo nuk është një gabim i ndërtuesve, tha ai më qetë. Katet e sipërme dhe kullat janë të mbyllura. Magji e lashtë, më e vjetër se secili prej nesh. Askush nuk ka shkelur atje prej 300 vjetësh. Ai u mbështet te parmakët dhe foli ashtu siç flitet për gjëra të mësuara që në fëmijëri. Kështjella u ngrit nga arkitekti i parë, një mjeshtër që fuste në laç jo vetëm gjelqere, por edhe ëndra, profeci, iluzione të gjalla. Një ditë ai u zhduk, ndërsa shkallët i ndërpreu qëllimisht, në mënyrë që asnjë shpirt të mos depërtonte në dhomat e tij të fshehta derisa të vinte koha. Shkallët nuk janë gërmadha, shtoi Hugo rëndomt, sikur të fliste për një brav të prishur në derë. Ato janë një pengesë, një brav, çelësi së cilës ka humbur në shekuj. Elara mori frymthel.
Shpjegimi nuk e qetësoi, a i vetëm i shumë fishoj pyetjet. Hugo priste frikë. Priste një kërkes për të qëndruar larg nga shkallët e ndërprera. Por Elara heshti, duke parë lart shkallën e fundit që hidhte hapin në zbrazdi, dhe në sytë e saj nuk po ndizej frika, por një zjarr studiues, me të cilin ajo përkulej mbi do shkrimet e shifruara. Aty ku të tjerët shihnin një humner të frikshme, mendja e saj kureshtare shihte vetëm një gjëgjës që priste përgjigjen e duhur. Sekreti i pasgjidhur i kështjels ishte një libër me faqet e fundit të grisura. Jo një malkim, por një sfidë. Atëherë, ne duhet të gjejmë një mënyrë për t'i përfunduar këto shkallë, tha ajo me vendosmëri. Unë erdha për të restauruar bibliotekën, por me sa duket, vetë kështjela ka nevojë për restaurim. Hugo puliti sytë. A i kishte jetuar këtu aq shumë vite, duke u pajtuar me zbrastin mbi prerjet e mermerit. Askush më parë nuk ishte thënë ne duhet. Diçka e ngroth lëvizi në gjoksin e tij. Një ndjenje harruar, e pazakont. Shpresa. Ditët rrodhen me rregull, si rëra në një orë të vjetër. Çdo mëngjes, Elara zbriste në arkivin kryesor, një salë e gjerë me qemere të larta, ku në dollapët e dushkut dremisnin qindra foliante gjysmë të kallbura. Ajo i shpaloste me kujdes faqet e ngjitura, rishkruante katalogët e zbehur, fshinte pluhurin shekullor nga kurrizet prej lëkure. Duart e saj rrëshqisnin si zakonisht mbi pergamenën e brisht, duke kthyer në jetë fjalët e harruara. Por mendja e saj ende larg, në përshkallët e padukshme që qonin në zbrazdi. Përgjigja duhet të ishte këtu, mes këtyre letrave. Planete kështjels, skicat, shënimet e arkitektit të parë. Diçka me siguri ishte ruajtur. Dhe Elara filloi të kërkonte, në mënyrë metodike, rrotull pas rrotulle, vëllim pas vëllimi, duke nxjerrë çdo përmendje për nivelet e sipërme. Letrat e vjetra u bën provat e saj, ndërsa arkivi, një vend i njëhetimi të qetë dhe këmbëngulës. Zgjidhja nuk erdhi nga rrotullat, por nga muret. Duke kaluar pranë galerisë së portreteve, Elara u ndal. Në piktura, kontesat dhe kalorësit e lashtë mbanin në duar libra dhe rrotuja, të mbushura me simbole të çuditshme. Të njëjtat shenja përsëriteshin nga piktura në pikturë, si një kod i fshehtë i përcjell brez pas brezi. Elara e skicoi secilin simbol dhe i hapi skicat në dyshemen e arkivit. Pastaj, i krahasoi ato me planin e kështjelës, me gjeometrinë e sallave, kthesat e korridoreve, vendosjen e shkallëve të ndërprera. Dhe atëherë, modeli doli në pah. Rosenwaldi ishte ndërtuar jo sipas ligjeve të arkitekturës, por sipas ligjeve të poezisë. Korridoret përdridheshin si strofat e një eposi, salat hapeshin si refrene, ndërsa shkallët rimonin katin me katin. Shkallët ndërpriteshin pikërisht aty ku poema kishte mbetur e papërfunduar, ku reshti ishte ndërprer brutalisht në mes të fjalës. Kështjela nuk ishte një ndërtesë, ajo ishte një tekst. Kur Elara hapi para Hugos skicat dhe vizatimet e saj, ai heshti për një kohë të gjatë, duke vrenjtur vetullat. Një njeri i ingranazheve dhe sustave, ai ishte mësuar t'i besonte asaj që mund të prekej, të çmontohej, të lyhej me vaj. Poezia e gurit i dukej një shpikje, por Elara fliste me aq bindje dhe përfundimet e saj mblidheshin aq bukur, sa që skepticizmi i Hugos u lëkund. Ai e preku me gishtin e tij me kallo njërin nga simbolet
dhe tha me zë të ullët: "Por këtë shenjë unë e kam parë në një panel të fshehtë në kraun lindor, që nga ajo mbrëmje ata u bën partner të vërtet. Aty ku mendja e saj kurreshtare fluturonte mes metaforave dhe kodeve, duart e tij të shkafta gjenin leva të fshehura dhe mekanizma bravash. Çdo mbrëmje, ata përkuleshin mbi planete vjetra pranë zhakut, duke shkëmbyer hamendësime. Dhe heshtja mes tyre ishte po aq domethënëse sa edhe fjalët. Partneriteti i qetë u forcua pa u vënë re në një miqësi të vërtetë. Në sallën e armëve, mes shpatave dhe mbulojave, qëndronte armatura e paradës së arkitektit të parë, qelik i nxirr nga koha, i mbuluar me gdhëndje të holla. Hugo bëri me kokë nga ajo. Mbrojtësja e fytyrës është blokuar plotësisht. Sado që kam provuar, nuk hapet. Elara u afrua dhe e kaloi gishtin mbi parzmoren. Ajo që dukej si një zbukurim bimor, me një vështrim të vëmendshëm u formua në rreshta. Shkronjat fshiheshin në dredhat e gjetheve si gjarpërinjt në bar. Ajo e lecoi me zë të lartë, ngadalë, në mënyrë melodike. Ku mbaron fjala, aty fillon në rruga. Në hijen e shihades, ku historia hesht, kërko zemrën e fshehur. Në rokjen e fundit, diçka klikoi brenda armaturës. Hugo u drot, e tërhoqi mbrojtësen e fytyrës dhe qeliku i vjetër, që kishte ruajtur heshtjen me shekuj, u dorëzua, jo prej forcës brutale, por prej fjalës së duhur. Pas mbrojtëses së ngritur, shkëlqeu zbeth një qelës i vogël bronzi. Ata shikuan njëri tjetrin. Vargjet tregonin rrugën. Një derë e fshehtë fshihej pas një shizhadeje ku historia heshte. Mbetej vetëm për të gjetur shizhaden e duhur. Kështjella ra në gjumë. Elara dhe Hugo dolën fshehurazi nga biblioteka me një fener të vetëm vaji. Flaka pas xhamit dridhej dhe hijet në mure hidheshin sa ndej këtej si zogj të kapur. Dërasat e dyshemes kërcisnin në çdo hap dhe të dy padazhje mbanin frymën, sikur kishin frikë se mos gjonin gjigantin në gjumë. Korridori më i largët i priti me erën e pluhurit të paprekur. Këtu, nga dyshemea deri në tavan, vare një shizhade e madhe. Kalorës, bikuaj të ngritur në këmbët e pasme, luftonin me kimera me krah. Hugo i ngriti qepin e rënd të pëlhurës dhe Lara e ofroi fenerin te muratura e zbuluar. Gishtat e tij rrëshqitën mbi gur duke kërkuar të qarën. Një klikim i qetë. Plaka e gurit u largua pa zhurmë anash, duke hapur një kalim të ngushtë, nga i cili erdhi një i ftohtë dhe mister. Ata shikuan njëri tjetrin dhe hodhën hapin pas shihades, duke lënë pas botën e njohur. Korridori i ngushtë i çoi te një derë masive prej dushku, e lidhur me bronz të nxirr. Në qendër shkëlqente zbeht një vrim qelësi. Hugo nxori qelësinë e vogël të bronzit, të gjetur pas mbrojtësës së fytyrës, dhe e futi atë. Qelësi u rrotullua me një klikim të butë, sikur ishte kthyer në shtëpi. Dera u hap dhe ajo që u shfaq pas saj i bëri të dy të ngrinin. Një salë e madhe e rrumbullakët ngrihej lart, si një pus i kthyer mbrapsht. Raftet prej druri të errët ngriheshin nga dyshemea deri në kupollën e largët, dhe në secilin prej tyre shtyheshin mijëra libra, rrotulla, dorëshkrime. Ai rimbante erë pergament të dhatë dhe diçka të gjallë që pulsonte sikur sala po merrte frymë. Kjo ishte faltoria e mendimit të arkitektit të parë, ku çdo raft ishte një ven, në për të cilën rrithte gjaku i historive të pathna.
Në qendër të salës qëndronte një altar masiv guri. Mbi të ndodhe një libër i hapur, i lidhur me lëkurë të bardhë. Faqja e fundit ndërpritej në mes të fjalës, ndërsa fletët e tjera mbeteshin të pastra në pritje. Ata hynë brënda, dhe Elara e kuptoi se feneri nuk ishte i nevojshëm. Sala ndriçohej vetë. Mira libra në rafte rrezatonin një shkëlqim të butë, të gjallë. Disa digjeshin në të artë, të tjerë vexullonin me një blu të freskët. Të tretët jepnin një ngjyrë të gjelbër smeraldi. Raftet ngjanin me një dritare me xhama me ngjyra, të ndriçuar nga brenda. Heshtja këtu nuk ishte e vdekur. Nga të gjitha anët vinte një shushurim e vazhdueshme, mezi e dalueshme, e ngjashme me pëshpëritjen e mira zërave që tregonin historitë e tyre në të njëjtën kohë. Elara i zgjati dorën drejt vëllimit më të afërt. Lidhja e librit ishte e ngrohtë dhe ai u drodh paksa në gishtat e saj, sikur një qenie në gjumë që ndjeu prekjen. Biblioteka merrte frymë. Çdo vëllim nuk ishte thjesht një tekst, por një botë e konservuar, e mbushur me energji të përmbajtur, e cila përpiqej të dilte jashtë dhe mbahej vetëm nga kapakët prej lëkure. Elara e tërhoqi dorën dhe pëshpriti. Ata janë të gjallë. Hugo pohoi me kokë në heshtje dhe në sytë e tij kërcenin reflektime shumë ngjyrshe të universeve të huaja, të mbëlura. Elara ecte përgjatë rafteve, duke i prekur mezi kurrizet me majat e gishtave. Çdo prekje përgjigjej me ngrohtësi, dridhje, ndonjëherë me një jehon të largët të një zëri të huaj. Ajo u ndal dhe u kthye nga Hugo. Këto nuk janë kronika, pëshpriti ajo. Arkitekti i parë nuk mblidhte fjalë në pergamen, por vetë ngjarjet. Ai konservonte magjinë e historive. Çdo libër është një portal drejt një bote të konservuar. Por në këtë moment, pëllëmba e saj u vendos në një vëllim që pulsonte më ashpër se të tjerët. Lidhja e tij ishte e ngjethtë, ndërsa shushurima brenda nuk tingëlonte si pëshpëritje, por si rënkim. Elara e tërhoqi dorën. Pranë u gjet një tjetër libër i tillë, dhe një tjetër. Historitë e papërfunduara, të ndërprera në mes të fjalës, pikonin gjak nga energjia magjike, si plagë të hapura. Pikrisht ato po destabilizonin kështjellën, duke e grisur pëllhurën e saj poetike nga brenda. Ja pse shkallët janë të ndërprera, pshertiu Elara. Një libër vuante më shumë se të tjerët. Një vëllim masiv, i lidhur në lëkurë të nxirë, i zbukuruar me runa argjendi, thuaj se kërcente në raft. Runat vexullonin zbeth, herë duke u ndezur e herë duke u shuar, si një puls me ethe, ndërsa poshtë kapakut vinte një rënkim i qetë, i dëshpëruar, nga i cili të shtrëngohej zemra. Hugo bëri një hap përpara dhe e kapi Elarën për dore si paralajmërim. Ajo ndjeu kapjen e tij të fortë dhe të sigurt, por u lirua butësisht. Nuk ishte frikë. Kishte instinktin e një arkiviste të mësuar të shëronte librat e plagosur, dhe një dëmshuri të thellë për atë që po vuante pas këtij kapaku. Elara e zgjati dorën. Majat e gishtave të saj prekën lëkurën e ngrohtë vibruese, ashtu siç preket balli i një të sëmuri me ethe. Në gishta rrihte një zemër e huaj, pulsi i një bote të papërfunduar, i mbyllur në faqe, që thërriste dëshpërimisht për ndihmë. Gishtat prekën kapakun dhe bota u ca. Sala e rumbullakët e bibliotekës u drodh
notoi, si një pasqyrim në ujë të trazuar, dhe u tret. Elarën e rëmbeu një vorbull nga boja dhe pergamena. Shkronjat shkëputeshin nga faqet, duke u rrotulluar rreth saj në një tunel të zhdritshëm, dhe secila silte me vete një fragment të një realiteti të huaj. Tingull, erë, prekje. Në fillim erdhën erat, halat e dendura, tymi i hidhur i zjarreve, era e ngrirë që i dite faqet, pastaj tingujt. Zhurma e lashgët e shpatave, thirrjet e ngjirura të zogshve të pyllit, rrahja e rënde thundrave mbi tokën e ngrirë. Fjalët nuk ishin më shenja të rrafshëta në letër. Ato u bën hapësirë, ajër dhe tokë, duke e gëlltitur atë plotësisht. Vorbulla u tërhoq, po aq papritur sa filloi. Elara qëndronte në një rrugë, pylli të mbuluar me borë. Bredhat bashkoheshin mbi kokë në një qemer të errët, nga kthesa vinte hingëllima e kuajve, ndërsa përpara, pranë një zjarri që po shuhej, rrinin 3 udhëtar me pelerina të vjetruara. Personazhe të një përalle të papërfunduar, të ngrirë në pritje të vazhdimit të historisë së tyre. Skena përsëritej. Një kalorës i ri me armaturë të vjetruar qëndronte në një uzkryq 2 rrugësh, duke kaluar vështrimin nga njëri shtek te tjetri. Fytyra e tij ishte e shtrembruar nga mundimi i pavendosmërisë. Një hap majtas, ngrinte, kthehej, shikonte djathtas, dhe gjithçka fillonte nga e para. Një lak i përjetshëm, një subjekt i ndërprer, i ngecur në mes të fjalës. Elara e kuptoi menjëherë. Autori nuk e kishte përfunduar zgjedhjen. Heroi ishte i destinuar për një dyshim të përjetshëm. Ajo kujtoi afreskun në krahun lindor të kështjellës. Një buf që i tregonte udhëtarit rrugën përmes dendësirës. Bëri një hap drejt kalorësit dhe tha me zë të ulët: "Mos kërko gjurmë thundrash." Ngri syt. Bufi tashmë po fluturon mbi shtegun e duhur. Kalorësi ngriti kokën. Një buf i bardhë rrëshqiti pa zhurmë mbi rrugën e djathtë. Fytyra e tij u ndriqua, supet u drejtuan. Ai u përkul shkurt dhe hodhi një hap të sigurt përpara. Laku u zgjidh. Elara nuk shkroi një kapitull të ri, vetëm shtoi një presje, e cila i mungonte fatit të huaj për të ecur më tej. Kalorësi u zhduk pas bredhave, dhe pylli dimëror u drodh, u zbeh, filloi të shkrihej, si akuarel në shi. Një dritë e bardhë vërshoi nga të gjitha anët, duke gëlltitur pemët, borën, qielin. Elara doli në realitet me një frymëmarrje të thellë, sikur të kishte dalë nga uji. Salla e rrumbullakët e bibliotekës së fshehtë qëndronte në vend. Raftet, kupola, kurrizet vexulluese. Pëllëmba e saj ishte ende e mbështetur në kapak. Hugo, i zbeth nga emocioni, e mbante fort për supi. "Ti u zhduke", përshpëriti ai. "Thjesht u trete, unë të thira." Elara uli vështrimin te libri. Lidhja e librit nuk vibronte më. Rënkimi shqetësues ishte shuar. Runat e argjënta digjeshin me një ngjyrë të artë të njëtrajtshme, të qetë, si të ngjithë e një zjarri të djegur. Historia gjeti fundin e saj. Plaga u mbyll. Folianti i lashtë. Pshertiu i lehtësuar, duke rënë në gjumë në raft, me gjumin në një përale të përfunduar. Elara buzëqeshi, e lodhur, por e lumtur. Elara u mbështet në altar, duke marrë frymë thellë, dhe ngriti sytë e saj që shkëlqenin drejt Hugos.
Kështjela nuk është e prishur, Hugo. Ajo është e sëmur, dhe është e sëmur nga historitë e papërfunduara. Ajo filloi të fliste shpejt, me zjarr, duke mbledhur fragmentet në një të tërë. Arkitekti i parë nuk ndërtonte thjesht mure. Ai gëshetonte në gur magjinë e përallave të tij. Çdo kat ishte një kapitull, çdo korridor një rresht, çdo shkallë një fije lidhse subjektit. Rosenwaldi nuk qëndronte mbi një themel, por mbi një tregim. Kur arkitekti u zhduk, duke lënë punën e tij kryesore të papërfunduar, fija u këput. Lidhja midis kateve u ndërpre, ashtu siç ndërpritet një mendim në një faqe të zbrazët. Guri dhe laçi ishin vetëm trupi i ndërtesës, por shpirti i saj ishin fjalët. Shkallët e grizura bërtisnin për një tregim të coptuar. Për të shëruar kështjelën, duhet të përfundojmë së shkruari historinë e saj, përfundoi Elara. Ata kontrolluan raftet, por shënimet e arkitektit nuk u gjeten mes mijëra vëllimeve. Atëherë Hugo u afro te altari i gurit dhe u ul në gjunjë. Gishtat e tij rrëshqiten mbi bazën, duke kërkuar të çarat e njohura. Një klikim i qetë, dhe nga baza e mermerit doli një vend i fshehtë i ngushtë. Brenda nuk gjendej një libër magjik, por një fletore e thjeshtë, me kapak lëkure të vjetruar. Një ditar. Elara e mori atë me kujdes, siç merret një zog i plagosur, dhe filloi të shfetoj faqet e brishta. Shënimet bëheshin gjithnjë më të shkurtra, shkrimi i dorës gjithnjë më i çrregullt. Shënimi i fundit, i shkruar me një dorë që dridhej, u bë një urë mbi humnerën e kohës. Libri. Im kryesor nuk është i përfunduar. Errësira më mori fuqit. Unë mbylla dhomat e sipërme duke ndërprerë rrugët. Vetëm ai që guqën të përfundoi fundin, duke bërë një hap jo mbi gur, por mbi besimin në histori, do të mund të kaloj mbi humner. Elara e mbyli fletoren. Duart i dridheshin, jo nga frika, por nga nderimi. Heshtja ra mes tyre, e rënd si plumb. Hugo ishte i pari që e theu atë, dhe zëriti u drodh. Ai do të thotë se ne duhet të bëjmë një hap në humner? Thjesht të besojmë se zbrazëtja do të na mbajë? Elara pohoi ngadalë me kokë. Shkallët në zbrazëti janë një provë besimi, Hugo. Besimi se historia, nëse është e saktë dhe e ndershme, është në gjendje të bëhet një mbështetje më e fortë se guri. Ajo shpjegoi. Për të përfunduar shkallët, duhet të marrësh librin kryesor nga altari, të përfundosh tregimin e ndërprerë në zemrën tënde dhe të bësh një hap atje ku ndërpritet mermeri. Të mbështetesh jo në ligjet e gravitetit, por në logjikën e subjektit. Arkitekti kërkonte nga ata jo aftësi ndërtimi, por guximin për t'u besuar fjalëve më shumë se gravitetit. Kjo është çmenduri, përshpëriti Hugo. Kjo është rruga e vetme, u përgjigje Lara. Libri kryesor priste mbi altar. Vëllimi i madh, i lidhur në lëkurë të bardhë, pulsonte më fort se të gjithë të tjerët, me ankth, me këmbëngulje, si një zemër para betejës. Elara e ngriti atë me të dyja duart. Ai ishte i rënd, sikur në faqet e tij ishte mbyllur jo letër, por vetë fati. Ajo hapi faqen e fundit të shkruar. Historia ndërpritej në momentin më të dëshpëruar. Mbretëria po shkatërohej në një dimër të përjetshëm, dhe shpëtimi ishte aq afër, por fjalët e fundit mungonin. Mëtej vazhdonin fletë të zbrazda, të bardha dhe të heshtura. Elara e mbyli librin dhe e mbështeti atë në gjoks.
si që një kalorës shtrëngon burojen e tij. Pesha e një flet të zbrazët rëndonte më shumë se qeliku, sepse tani ajo duhej të bëhej autorja e tij. Ne jemi gati, tha ajo. Hugo pohoi me kokë në heshtje dhe ata dolën nga biblioteka e fshehtë duke u drejtuar drejt greminës së shkallës kryesore. Natë e thellë. Holi i katit të tretë po mbutej në errësirë dhe vetëm feneri i vetmuar në dorën e Hugos shkëpuste nga errësira skajnë e shkallës kryesore. Mermeri i bardhë ndërpritej me një prerje të lmuar, të patmet. Mëtej nuk ishte asgjë. Vetëm një zbrasti e zezë kumbuese që zbriste poshtë, drejt dyshemes së largët të katit të parë, e cila dukej nga këtu si fundi i një pusi të pafund. Një rrym ajrie ftohtë u shkulte rrobat e tyre, sikur duar të padukshme i tërhiqnin drejt skajit. Hugo, zakonisht i pashqetësuar, u zbe dhe pa dashje bëri një hap prapa. Feneri i tij u lëkund dhe hijet u vërsulën në përmure. Kjo është çmenduri e Lara, çmenduri e pastër. Por ajo tashmë po qëndronte buzë greminës, aty ku shkalla e fundit histe hapin në asgjë. Libri kryesor ishte i shtrënguar në gjoksin e saj me të dyja duart. Zemra rrihte aq fort sa që dukej sikur rajet e saj dëgjoheshin në të gjitha kullat e kështjellës. Humnera merrte flymë të ftohtë dhe dyshim, por në sytë e Larës digjej një vendosmëri e palkundur. Lara mbyli sytë. Era nga humnera po i rrihte fytyrën. Instinkti po bërtiste, largohu, kjo është vdekje. Por ajo e detyroi veten të mos e dëgjonte trupin. Vetëm librin, vetëm historinë. Pas qepallave të mbyllura, u shpalos një botë e papërfunduar. Ajo pa një mbretëri të mbërthyer nga një dimër i përjetshëm, fusha të vdekura, lumenj të ngrirë, njerëz që kishin humbur shpresën. Dhe atëherë, ajo filloi të formulonte fundin. Jo me boj, por me zemër. Përfytyroi se si akulli po cahej, se si nga poshtë borës po cante gjelbërimi i parë, se si lulëzonin kopshtet dhe heronjt gjenin paqe. Ajo futi në secilin imazh të gjithë besimin e saj se asnjë përrallë e mirë nuk ndërpritet në mes të fjalës. Nëse fundi do të ishte i pasinqert, zbraztia nuk do ta falte. Ajo thjesht do të shkatërohej. Historia duhet të përfundoj, pëshpëriti e Lara. Dhe nëse për këtë duhet një urë, unë do të bëhem ajo. Ajo mori frymëthel dhe ngriti këmbën mbi humner. Këmba e Larës zbriti në zbrazdi. Hugo bërtiti dhe u hold përpara duke zgjatur dorën për ta kapur atë për supi. Por ishte vonë. Ajo nuk ra. Në atë moment të sakt kur shputa, duhej të çante ajrin, poshtë saj shpërtheu një dritë, e ndritshme, e artë, e ngrothë, si një agjim pas një dimri të gjatë. Nga askund, drejt në ajër, u thur një shkallë. Jo mermeri, jo guri. Ajo ishte bërë nga një rrezatim i dendur dhe brenda, si miza në qelibar, rridhnin dhe gëshetoheshin fjalë, shkronja, reshta të tërë, të shkruara jo me bojen e arkitektit, por me shkrimin e vet e Larës, shkrimin e zemrës së saj. Graviteti u tërhoq para fuqisë së tregimit. Zbraztia u kondensua në një mbështetje të ndritshme, të dvendur jo me dalt, por me një fjalë të sinqertë. Shkalla ishte e fortë si mermeri dhe e ngrothë si një faqe që sapo kishte lënë shtypshkronjën. E Lara po qëndronte mbi humner, po qëndronte mbi historinë e saj, dhe humnera po e mbante. Hugo
uli ngadalë dorën e zgjadur. Sët e tij ishin plot me lot. Elara u kthye dhe zgjati dorën. Buzëqeshja në fytyrën e saj ishte e qetë, si të një njeri që kishte gjetur tokë të fortë pas një lundrimi të gjatë. E ja, Hugo, ajo do të mbaj. Ai gëltiti, shtrëngoi pëlëmbën e saj dhe hodhi një hap. Shkala prej drite të artë shpërtheu në këmbën e tij dhe ai ndjeu fort, e sigurt, ngroth. Ata filluan të ngjiteshin. Me çdo hap përpara linte një shkallë e re, një urë e shtritshme fjalësh, e hedhur mbi humnerën e errët të Hollit. Drita derdhej nëpër mure, duke dëbuar errësirën shekulore, duke zgjuar vitrazet e fjetura, duke i bërë armaturat në nisha të shpërthenin me arë të pasqyruar. Ata ngjiteshin nëpër shkallët që nuk gjendeshin në asnjë vizatim, duke shkelur mbi një urë përalash të përfunduara. Më lart, akoma më lart, derisa para tyre u ngritën dyert masive të dhomave të ndaluara të arkitektit të parë, të mbylura prej 300 vjetësh. Djert u hapën gjerësisht pa kërcitur, sikur i prisnin prej 3 shekujsh, dhe më në fund i pritën. Elara dhe Hugo kaluan pragun dhe ngrinë. Këtu nuk ishte pluhur. Koha në këtë dhomë nuk rrithte. Ajo kishte ngrirë si një mizë në qelibar. Mbi trijezën masive prej dushku gjende një pende hapur me një pikë boje në maj ende e lagur. Pranë qëndronin kompas të hapur, një rrotull me një skicë të papërfunduar dhe një gotë vere, në të cilën lëngu rubin nuk ishte pasur kohë të prishej për 300 vjet. Ajri ishte i dendur nga mendimet e pathna të krijuesit të madh. Në qendër të kabinetit ngrihej një pjedestal prej druri të zi, nga i cili dilte një rrezatim i dobët i barabartë. Bërthama magjike e kështjellës. Dhoma e saj e kontrollit. Zemra e saj e ngrirë me sërrahjeve në pritje të akordit përfundimtar. Elara përshpëriti. Ai u largua, por la gjithçka gati. Ai besonte se dikush do të vinte. Elara u afrua te pjedestali i drurit të zi dhe lëshoi me kujdes mbi të librin kryesor. Lidhja e bardhra mbi sipërfaqen e errët, si borra në tokë. Ajo e hapi librin në faqen e fundit, të zbrazët dhe vuri pëllëmbën e dorës mbi të. Penda nuk ishte e nevojshme. Elara mbyli sytë dhe tha me përshpëritje ato fjalë që lindën në zemrën e saj në buzë të humnerës. Fjalë për pranverën që zëvendësoi dimrin e përjetshëm, për kopshtet që lulëzuan mbi hirin, për heronjt që gjetën rrugën për në shtëpi. Çdo fjalë ishte një nxjerrje fryme, çdo frazë një rrahje zemre. Ajo vendosi një pikë, jo me bojë, por një të padukshme, të thurur nga siguria absolute se historia ishte përfunduar sakt. Libri shpërtheu me një dritë të bardhë verbuese, mori brenda mendimin e saj dhe i mbyli faqet. E çara e fundit në themelin magjik të Rosenwaldit u mbyll. Pika u vendos dhe Rosenwaldi u drodh. I gjithi, nga themeli deri te flamurkat në kulla, si një gjigant i ringjallur që merr frymën e parë pas një gjumi 300 vjeçar. Nga libri i mbyllur doli një kolon drite e artë. Ajo goditi tavanin, u thye në mjëra rreze dhe u përhap në val nëpër mure, nëpër dysheme, nëpër çdo të çarë në gur. Dhe pastaj filloi zgjoj. Qindra mjëra shkronja dhe fjalë të arta u shkëputën nga faqet, si blet të ndritshme që braktisnin zgjojën e tyre. Ato vërshuan nga kabineti në korridore,
vrapua në për salla, fluturua në për shkallë, u futën në kulla. Fjalët, të çliruara nga robëria e letrës, rodhën në për venat e kështjellës së vjetër, si gjak i artë. Ato fluturuan atje ku hapeshin zbrastit dhe greminat, duke mbushur çdo të qarë me energjinë e tyre shëruese. Kështjella gumzinte, dridhej, këndonte. Për herë të parë pas shekujsh, trupi i saj prej guri ishte mbushur deri në buzë. Ata vrapuan në balkonin e brendshëm dhe ngrin, të mbërthyer pas parmakve. Poshtë, në holin e madh, po ndoste një mrekulli. Shkallët e ndërprera po ngjalleshin. Atje ku mermeri kishte ndërprer rrugën për shekuj në zbrasti, nga i ri, me një tingull guri kumbues, po lindnin shkallë të reja. Të bardha si bora, të zhdritshme, ato shfaqeshin njëra pas tjetrës, sikur një murator i padukshëm po i vendoste me një shpejtësi të pabesueshme. Çdo shkallë e re lidhej me nivelin e sipërm sakt, në mënyrë të patmet, si fragmenti i fundit i një mozaiku, i cili gjen vendin e tij. Parmakët e gdhendur u thurën pas tyre, duke u rritur nga mermeri si hardhi të gjalla. Shkala kryesore u bashkua e para. Pastaj, fluturimet anasore drejt kullës së veriut. Fluturim pas fluturimi, kat pas kati, humnera që ishin hapur me shekuj, po bashkoheshin duke i kthyer kështjellës madhështinë e saj të humbur. Mermeri linte nga i ri në muzikën e një profecie të realizuar. Rosenvaldi u bë përsëri i plot. Të gjitha rrugët u rivendosën, të gjitha katet u lidhen. Gjiganti u zgjua dhe drejtoi supet. Ata u ngjitën në për shkallët, të cilat ende nuk ekzistonin një ditë më parë. Shkalla e gurit spirale e kullës së veriut po i çonte ata akoma më lart, dhe çdo hap dëgjohej me siguri, fort. Mermeri nën këmbë ishte i vërtet, i besueshëm, i ngrohtë. Platforma e vëzhgjimit i priti ata me erë dhe hapësirë. Thel poshtë shtrihej lugjina e mbështjell me mjegullën e paraaxhimit, dhe pasaj erësoheshin pyetje të pafundme. Dhe atëherë, nga pas horizontit u shfaq dielli. Rrezet e para depërtuan nëpër mjegullën e qumështit, duke i ngjirosur me armajat e bredhave. Rrëshqitën nëpër muret e kështjellës së shëluar, ndezën vitrazet. Dielli po ngrihej jo si një pushtues, por si një mik i vjetër, që ka ardhur për të përshëndetur botën, e cila më në fund gjeti paqe. Ajri i mëngjesit ishte i freskët dhe i pastër, si faqja e parë e një libri të ri. Elara dhe Hugo qëndronin pranë, krah për krah, të lodhur dhe absolutisht të lumtur, duke parë botën që zgjohej. Elara ktheu kokën drejt kullave, drejt mureve të ringjallura, drejt vitrazeve që digjeshin në dritën e mëngjesit. Dhe ajo e kuptoi. Ajo nuk është më një mysafire. Jo një arkiviste e punësuar që kishte ardhur përkohësisht. Ajo është pjesë e këtij vendi. Vitet e endjeve nëpër arkiva të huaja, bodrume të pluhurosura dhe biblioteka të harruara e kishin sjell atë këtu. Gjatë gjithë kësaj kohe, ajo kërkonte libra të vjetër, por gjeti një botë të re, në të cilën çdo gur dhe çdo faqe dinin emrin e saj. Këtu mendja e saj fitoi një detyrë. Besimi i saj gjeti një mbështetje. Dashuria e saj për historitë fitoi një kuptim të vërtet, të gjallë. Rosenvaldi nuk ishte thjesht një kështjell. Ai u bë një shtëpi. Shtëpia e parë e vërtet, kë nuk e prisnin muret,
por historitë të cilat kishin nevojë për të. Elara u kthye nga Hugo. Drita e mëngjesit përvijonte butësisht fytyrën e tij dhe ajo e pa. Ai kishte ndryshuar. Ai nuk ishte më një roje i heshtur i rënojave, por ruajtësi një kështjell të gjallë që merrte frymë. Supet e tij u drejtuan, dhe në sytë e tij, në vend të trishtimit të zakonshëm të përmbajtur, shkëlqente një dinjitet i qetë. Vështrimet e tyre u takuan dhe fjalët rezultuan të panevojshme. Gjithçka që duhej thënë, ishte thënë tashmë atë natë, në buzë të humnerës, në shtrëngimin e duarve mbi humner, në hapin e përbashkët në përshkallët e dritës. Ata jo vetëm e shpëtuan në Rosenwaldin, ata u bën shpirti i tij. Nga tani dhe përgjithmonë, Elara, ruajtësia e historive, dhe Hugo, ruajtësi i mekanizmave. Lidhja e tyre, e lindur mbi humner, ishte më e fortë se çdo themel, duke lidhur së bashku mensurinë e fjalës dhe besueshmërinë e gurit. Kështjella Rosenwald ende qëndron edhe sot e kësaj dite me spyjeve të lashtë. Në ohagjet e saj kërcet zjarri, në bibliotekat e saj shoshurin libra të gjallë, ndërsa në përshkallët e saj, të plota, të bukura, që cojnë nga bodrumet deri në kullat më të larta, ecin dy ruajtës duke mbrojtur çdo histori, çdo gur, çdo përshpëritje të mureve shekulore. Sekretet e Rosenwaldit nuk të trembin më. Ato vetëm të ftojnë në zbulime të reja, paqësore, ashtu siç të fton një libër i pahapur në raft. Dhe nëse kjo përrallë të mëson diçka, ajo është kjo. Edhe zbrazëtia më e frikshme mund të kapërcehet. Çdo sekret i pasgjidhur pret kërkuesin e tij të guximshëm. Dhe çdo rrugë, qoftë edhe rruga e ndërprerë më e pashpresë, mund të përfundohet, nëse bën një hap me besim në zemër dhe me një histori të mirë në shpirt. Fli i qetë, përralla ka përfunduar.